Live from Tirana. Në Top Albania Radio. Ju përshëndes nga pjesa e dytë e Live from Tirana dhe nëse Klo mund t'imon me bazën standarde të Live from Tirana se jam më komod kur bëj intervista. Jemi live, ora eksakte është 11:07, ju po dëgjoni Live from Tirana si çdo ditë tjetër nga hëna të premte dhe tashmë do dua të njoh dhe t'ju njoh me Aleksandrën që nuk njohëm në Big Brother, një vajzë kur e pash më duk shumë interesante, energjike, plot stil, me shumë tatu. Madje u shokova kur dëgjova që kishte edhe shumë fëmijë sepse nga natyra e saj energjike, kështu që mirë se vjen në program Aleksandra Qiriazi. Si je ti? Mirë, jo keq. Si kanë shkuar këto ditë? Të lodhshme, por edhe të bukura në të njëjtën kohë. Të lodhshme pse? Apo kjo periudha post prime jo diskutohet, plus edhe lodhja. Vetëm të lutem nëse mundesh gjithmonë vetëm afroje pak mikrofonin, po jemi okay. Edhe lodhja e gjumit, se nuk e dinim ku binin në gjum, kur çoheshim. Po, atë në fakt nuk e kupton, nëse nuk e provon Big Brotherin, nuk e kupton se sa e çuditshme është efekti kohës aty apo i gjumi. Pse e doje Big Brotherin? Të tregoja për veten time, se kush është Aleksandra Qiriazi. Pavarësisht se nuk më dha shumë mundësia, po kam treguar disa pjesë. Kam diskutuar me banorët e tjerë, disa fragmente të jetës time personale. Do i diskutojmë sot gjatë Live from Tirana se ti e di kur ka aq shumë banor, kryesisht publiku dëgjon dhe sheh ato që kuloret më shumë, edhe ndoshta aty ndonjëherë duhet tolerancë shtryditërisht në e tillë është edhe jeta jashtë, nëse nuk vërtet, fatkeqësisht. Jo domosdoshmërisht po thua gjëra të zgjuara, por në Shqipëri jetojmë. Ti je nga Vlora? Me origjinë po. Me origjinë nga Vlora, jeton prej sa vitesh në Londër? 27 vite. 27 vite në Londër. Ti je martuar apo jo? Pyetje retorike. Tani dua të kuptoj diçka. Ti ke ikur fillimisht beqare në Londër dhe pastaj u njohën partnerin tënd apo je njohur këtu dhe më pas vendosën të jetojë në Londër? Kam ikur në moshën 12. Ke ikur në moshën 12 vjeçë me familjen? Me familjen, me dy vëllezërit e mi, me mamën dhe babin, dhe bashkëshortën e kam njohur atje. E ke njohur në Londër. Që i bie në çfarë viti keni emigruar? Në 99-ën. 99-ën kur unë isha 1 vjeç. Ti bashkë në familja pra bashkë me ty vendosët të ikë në Londër. Si kanë qenë vitet e para atje? Ti ke jetuar në Vlorë deri në moshën 12 vjeçë apo në Tiranë? Jo, kam qenë në Rrogozhin. Në Rrogozhin. Okej. Ati kemi jetuar në fillim, kam lindur në Durrës. Një mix. Shumë mix. Edhe vetë nuk e di nga them nga jam, ku jam rritur. Me origjinë nga Vlora. Ke lindur në Durrës dhe ke jetuar deri në moshën 12 vjeçare në Rrogozhin. Si kanë qenë vitet e para në Londër, më trego pak. Shumë të vështira. Gjuhën se dija, shoqërinë nuk kisha, më mirë të madhi për shoqërinë që kisha këtu. Shumë të vështira. Them drejtën, po prap ja kalova. Ti sa vëllezër kishe the? 2. Pra, ti edhe 2 vëllezër. Më pas, si vazhdon jeta jote atje, më trego pak për gjithë ciklin. Fillova shkollën në klasën e 5. Ka qenë shumë e vështirë për mua, se unë se di as hello, çfarë do të thoshte. Mësova gjuhën avash, fillova kolegjin, kam mbaruar për travel and tourism, për passenger agent services dhe për cabin crew. Dhe për të pasaportat, Border Force. Pavarësisht se nuk arrita dot t'i plotsoja të ëndrat e mia, se u njofa me bashortin, ngela shtatzane dhe po kushtova me fjalë jetën time kalamaj vetmi. Tani futemi pak në dozat e romancës. Në çfarë moshe e njohur bashkëshortin? 18 vjeç. 18 vjeç. Si? Në anë të një shoqes time të përbashkët, aty u njohëm, u takuam dhe ishte dashuri me shikim të parë. Shpirti binjak pra. Këto soulmate e ke parasysh që direkt e kupton që është shpirti jot binjak. Me çfarë merret bashkëshorti? Blen edhe shet shtëpia. Me këtë tregun imobiliar, pra, si themi kështu. Edhe sa vite keni të martuar bashk? 19 vite. 19 vite. Kanë qenë të vështira me ulje ngritje si kanë qenë? Diskutohet. Çdo marrëdhënie ka ato problemet e veta, me ngritje dhe me ulje, por rëndësika që ne jemi bashkë dhe i kemi kaluar çdo gjë. Çfarë të tha ai kur ti the që dua të futem në Big Brother? Të them të drejtën, ka qenë ideja e tij, jo e imja. Po, më ka suportuar shumë, e mora pak me frikë të them të drejtën. Dhe më tha, "Mo, unë e di se çfarë tipi ke, shkoj jepi gaz, rri vetvetja." Pavarësisht se nuk ndeta daj shumë. Po, dëgjoj, unë e them gjithmonë,
jeta jashtë është më e rëndësishme gjithmonë se sa vet një lojë që mund zgjasë një javë, një muaj apo 4 muaj. Kështu që për këtë po flasim sot për jetën jashtë që është më e rëndësishme që është ajo e vërteta. Interesante shumë bashkëshorti që të ka shtyr drejt Big Brotherit dhe të ka mbështetur. Ai tashmë është në Londër me fëmijët? Po. Ndodhet atje për momentin. Çfarë të tha kur dole? Besoj ishte personi i parë që fole? Sa dola? Çfarë ke parasysh kur del, por ja po shikoja vërdallit tashore, kush është këtu? E pashi nuk ishte njeri, kërkova një numër telefoni më fjalë që të flisja me bashkëshortin, tama po çpate. Tash as me se di. Se di ç'a ndodhi, me pak fjalë. Çfarë të tha? Tjetër. Qa më tha, mos më mërzit. Ke ishte gjë e parë se pa që isha shumë e mërzitur. Tha ma mos më mërzit, jeta vazhdon. E shijove për aq ditë sa që ndrove Big Brother? E shijova shumë, të them të drejtën, jashtë mase. Është ndryshe komplet nga jashtë, është komplet ndryshe kur je brenda. Por gjithsesi ishte për mua ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ti kishe parë përpara se të futesh aty apo jo, cili të doli tjetër, të zhgënjeur për mirë apo për keq? Nuk mund të them, për mua njësoj më duken sikur i kam parë nga jashtë edhe nga brenda. Stenaldo dhe Kristi më kanë pëlqyer shumë, them të drejtën. Nuk e di, janë shumë të zgjuar. Edhe mënyra e komunikimit që bëjnë, të diskutimeve, të debateve, për mua me fjalë ata të dy mua më kanë lënë kështu. Siç ishin nga jashtë, ashtu ishin edhe nga brenda. Po marrëdhënia me goca aty brenda? Shumë mirë, them të drejtën, sidomos me Selin, me Gretën dhe me Juelën. Kam qenë shumë mirësore me të gjithë, më kupton, unë jam very friendly si person. Por kam edhe atë timen që kur më ngacmojnë pak edhe unë pas më ngacmoj njeri. Pas e kjo më penalizoj. Po sepse ndonjëherë duhet të hazarosh njerëzit, do të jesh negativ. Ata po kapeshin më shumë me njëri tjetrin. Të negativiteti nuk e ke. Po. Nuk e ke negativitetin, dukesh që je person me energji të mirë, energji pozitive. Çfarë do të bësh tani që mbaroj Big Brotherin? Tani un kam ato planet e mia që i kam pasur para se të futesh atë Big Brother. Ne kemi ndërmend që të lëvizim nga Anglia të vim në Shqipëri. Okay. Dhe dua të hap një sallonin tim këtu në Tiranë. Pra, ti punon me makeup artiste në Londër, grimon dhe zbukuron njerëzit atje dhe tashmë do të ndërtosh jetën tënde në Tiranë. Vetëm të them, është permanent makeup që bëj tatu buzët dhe vetullat, nuk bëj grim. Okay, pra bën buzët dhe vetullat, tatu. Tatu. Pse bën dhe buzët tatu? Po. Seriozisht? Me ngjyrë, po. Nuk e dija. I swear, nuk e dija. Prandaj quhet permanent makeup. Do të them për vetullat e dija, patjetër, po. Dhe buzët gjithashtu. Dhe do ta ndërtosh tashmë jetën tënde në Tiranë me familjen edhe për të sjellë edhe biznesin. Mirë, interesante shumë. Do të shkojmë vetëm në pak hapësirë marketingu dhe do të rikthehemi shpejt në program për të zbuluar të tjera detaje nga jeta e Aleksandrës së Big Brother. A mund ta themi ne mbi emrin tënd të fëmijërisë, pra? Se duhet thënë. Po. Se vjen nga një është një mbiemër vlerash, edhe në këtë vend ka një fatkeqësi shumë të madhe Aleksandra që ndonjëherë njerëzit janë aq modest dhe aq në siklet për të bërtitur vlerat, sa që antivlerat mbi mbushin tregun. Mimri jot është Çipa. Po. Apo jo? Po. Dhe je pjesë e farefisit të thuaje. Alexander Çipës, Lefter Çipës. Të madhit, Lefter Çipa. Si ndihesh? Shumë mirë, krenare. Shumë krenare. Po pse zgjodhe të prezantohesh me jo mbiemrin tënd aty? Po me qenë se jam e martuar dhe mbaj mbiemrin Qirazi dhe biznesi im nifet si Aleksandra Qirazi. Okay. Doja të futesha me atë, por gjithse po nga ana tjetër nuk doja të futesha me Çipa, se s'doja që të tregoja me një fjalë parafisin tim dhe nga vija unë. Doja që të njihnin Aleksën për atë që ishte, jo të merresh me mbiemrin. Po unë besoj asaj që ndonjëherë ca gjëra duhen thënë. Diskutohet. Mirë, interesante shumë. Dëgjoj, ti kishe 3 fëmijë më the? 4 ndjes. Djem vajza sa si 3 djem dhe një vajzë. 3 djem dhe një vajzë, i paç me jetë. Vajza është më e vogla? Më e madhja. Më e madhja, pra vajza është e para, pastaj vin djemt. Respektivisht në çfarë moshe? Vajza është 16 dhe djemt janë 13, 10 dhe 4. 13, 10 edhe 4. 4 fëmijë. Në një kohë që njerëzit të zgjedhin të bëjnë shumë pak fëmijë.
Unë zgjodha që të bëj shumë fëmijë. Po, dhe unë jam shumë pro shumë fëmijëve, sidomos kur ke mundësitë ekonomike. I do shumë, sigurisht fëmijët tu po thjesht pra e ke dashur gjithmonë këtë idenë që të kesh shumë fëmijë në shtëpi? Që kur jam njohur me burrin me fjalë, kam thënë të dy bashk. Faktikisht kemi thënë që duam 4 fëmijë. Nuk është se dua t'i bëj shumë publike, them të drejtën, por me sakrificat tona, me punën tonë, kemi arritur këtu ku jemi sot, si unë edhe bashkëshorti im. Ka një moment në jetë që sa herë që e kujton të përlot direkt? Po. Mund ta flasim, nëse do doje gjithmonë? Po, sigurisht. Është marrëdhënia ime me prindërit e mi. Nuk është se para flas shumë. Kemi arritur në atë pikën ku nuk kemi më komunikim dhe ajo më prek pak. Vërtet? Po. Pse, nëse mund ta di? Kanë qenë disa gjëra, ke parasysh me mentalitetin e prindërve tanë që kanë pasur më përpara dhe ku kanë pasur një mosmarrëveshje me burrin tim, kanë ndërhyrë në jetën time, po unë si kam shumë qef njerëz ku ndërhyjnë në jetën time. Unë dua t'i kaloj vetë me burrin tim ato që ne kemi. Dhe arritëm në një pikë ku jemi zënë shumë keq dhe sot nuk flasim me njëri tjetrin. Për sa vitesh? Jo vitesh, muaj. Muajsh, pra bëhet fjalë të këtij viti. 6-7 muaj. Po kjo marrëdhënie ka qenë kështu prej vitesh pra tërhiqje këput apo? Ku me prindrit? Po. Jo. Këtë vitu? Po, vitin e kaluar 2025. Po pra, muajt e fundit. Po. Ato jetojnë në Londër pra, në Londër. Po. Po me vëllezërit ke komunikim? Po. Vetëm prindrit ja. Po. Të vret kjo gjëja? Shumë. Por çfarë të ndalon të mos flasësh me ta? Shumë gjëra. Jam edhe çik kokfort. Si Alex, se di kur nuk kam gabime, nuk jam person që ulem shpejt. Më kupton? Dhe thjesht tani dua atë qetësinë time. Mbase me kalimin e kohës do arri dhe do komunikoj dhe do flas, po tani për momentin kam zgjedhur që të rinë atë qetësinë time me familjen time dhe të arri ato planet që un kam për të bërë. E vuan shumë? Shumë. Ku ka si nëna? Po ndërkohë egoja e jote, kokforsia, Po. kanë tentuar ato të komunikojnë me ty? Të kanë kërkuar? Kur un kam dalur mbas Big Brotherit. Para Bikut jo. Jo. Të kanë telefonuar pas Big Brotherit? Të kanë shkruar? Vetëm po, mesazh. Ju përgjigje? Ju përgjigje. Diskutohet. Çfarë mesazhi? Si ishte mesazhi? Jo si je dhe ku je dhe çfarë po bën. Çfarë i theti? Që jam mirë, kam disa planet e mia, edhe kaq. Sa vjeç janë prindrit? Babi është 82, mami është afërsisht 70. Dgjoj, nuk kam dashur kurrë në jetë që të gjykoj nga jashtë. Ndonjëherë pa dashje ne bëjmë shpesh gjykojmë, paragjykojmë, të gjithë e bëjmë në momente të caktuara, mos të bëjmë kot njeriu perfekt. Po ke përballë një gazetar që njërin prind nuk e ka. Kjo jo për të bërë viktimën, por ndonjëherë kur gjërat të mungojnë, do doje të bëje çmos për t'i pasur e do doje që nëse do gjendesh në situata të tilla, thash nuk dua të vendos absolutisht në sikletë, por unë jam i vogël se ty, absolutisht ti ke kaluar më shumë gjëra në jetë se unë, e modestisht mund të marr këshilla jetë nga ty, por këtë ta them me provë dhe me bindje që falje dhe kalo kohë me to aq sa ti mundesh. Unë jam person që fal shumë. Thash nëse ma lejon, nuk dua të bëj as moralistin, as thjesht po bëj një bisedë shumë njerëzore. Jo të kuptoj, unë jam person që fal shumë. Më kupton, edhe kam falur aq shumë në jetën time sa ku arrin në një pikë me fjalë që do atë qetësinë tënde. Unë nuk është se nuk i dua. Thjesht po jep kohë. Po jap kohë vetes time. Dua që I need to calm down, si i thonë. Të kalosh, të pranosh atë që ka ndodhur edhe të rikuperosh. Nuk është se nuk i dua, më mungojnë jashtëmase, ku ka si nëna, përqafimin nënës, puthja nënës. Edhe me babin nuk kam qenë shumë afërt. Sa gjithmonë më fliste me fjalë mbretëreshë Maqedonisë. Aleksandra Maqedonisë. Po. Edhe në mesazh me fjalë atë më ka shkruar, Aleksandra Maqedonisë. I dua shumë, më mungojnë jashtëmase, po thjesht tani dua të qetësinë time për momentin. Takon ato me fëmijët? Diskutohet. Takohen shumë, jemi shumë afër me njëri tjetrin. Jeni nga afër? Po, nuk jetojmë larg njëri tjetrit. Maksimumi 5 minuta në këmbë. Aha. I duan shumë fëmijët të gjyshërit? Po. Çfarë thon për gjyshërit?
Me nënën e ka që ai vogli një herë thot nëna më përtet shumë kur bën disa gabime, se është pak si i prapt. Kurse me gjyshin e ka mirë, e ka shumë mirë, e puth e përqafon, lozin, bëjnë video bashkë, dëgjojnë muzikën, e kanë mirë. Jo keq. Një, Aleksandra, jam i lumtur që je vërtet sot në program. Edhe jam i lumtur që po jep mundësi njerëzve të njohin Aleksandrën që nuk njohin në Big Brother. Edhe jam shumë i sigurt njëkohësisht që në situata të tilla në mos janë në këto momente të paktën një herë në jetë shumë prej nesh janë gjendur, sidomos vajzat, sidomos por dhe djemt në situata të tilla me prindërit në një periudhë relativisht të shkurtër ose të gjatë, edhe më vjen mirë që e rrëfen situatën tënde, por sigurisht absolutisht në mënyrë kategorike nuk mohon dashurinë edhe mallin kundrejt prindërve. Nëse do jenë duke të dëgjuar apo duke të parë tani në digital, ato kanë digital në Angli? Po. Okej, ne jemi në kanalin numër 10, jemi në listën e parë të kanaleve, mund të jenë duke të parë. Çfarë ke për të thënë prindërve të tu sot nga ekrani? Çfarë pyetje më bërëm? Te kamera atje. Doja t'i them që sado mbase i ka mërzitur shumë, jo mbase, po e di që i ka mërzitur, dhe doja t'i them që jam shumë e fortë, dhe do jem akoma më e fortë, sepse jam vajzë e tyre, dhe më ka mësuar me fjalë që ta mbaj kokën lart dhe të heci përpara. Dhe i dua shumë. E vlerësoj shumë mesazhin e sinqeritetin. Do më lejosh këmbë në një herë tjetër në një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Njerëzore, edhe të bukur me prandaj është e bukur jeta Aleksandra, se e ka të gjitha gjërat brenda edhe unë jam një njeri që qaj shpesh, dhe jo se qaj se kam halle konkrete, ku di unë mbrëm për shembull, po qaja me këto video dhe ati pinguinit e ke parë? Jo. Është një pinguin të shbërë shumë viral, është një dokumentar i xhiruar në vitin dhe i transmetuar në vitin 2007, dhe një pinguin shkëputet nga turma drejt një mali, është në një distancë, pra merr një rrugë për gati 70.000 kilometra. Dhe ngordh e kupton dhe këto pamjet humbjetën janë bërë shumë virale, e ka ripostuar dhe Donald Trumpi në rrjetet sociale. Shifja vetëm këtë mbrëm në Instagram, ma nxirtë edhe algoritmi se kisha bërë like dhe vetëm qaja. Dhe pse e thash sepse jeta prandaj është e bukur, sepse ne jemi njerëz me ndjeshmëri, ndryshe nga shumë njerëz të tjerë që thjesht frymojnë dhe janë kthyer në robot. Han, pin, flen gjumë, e kupton dhe nuk kam pikë ndjeshmërie. Më vjen keq që nuk të pa më shumë në Big Brother, ta them sinqerisht. Ne ndonjëherë fokusohemi në disa gjëra dhe japim zë njerëzve që kjo është shoqëria shqiptare. Po, diskutohet. Unë aty doja të isha vetvetja, siç jam për jashta, doja të isha edhe brenda. Nuk mund të bëj gjëra që nuk më përkasin mua, se nuk jam ai lloj tipi. Jam tipi i qeshur, nuk jam kundra debateve, them të drejtën. Por në qoftë se do më vinte rasti që do debatoja, që unë kam bërë 2-3 debatime aty, sidomos me Artan Kolën. Tani, legjenda. Tani ishte kur fillonte nuk pushonte më. Shumë i vështirë për të dëshifruar. Po, edhe kam diskutuar edhe nga jeta ime personale aty brenda, kur më janë bërë pyetjet, sigurisht nga banorët e tjerë. Pavarësisht se nuk më erdhi rasti që të rria më shumë, po. E kuptoj. Jeta vazhdon edhe Top Media është një platformë shumë e madhe, Big Brother besoj do zgjasë ende, edhe në këto 4 muaj do kesh mundësinë në jashtë në gjithë platformën Top Media, Digital, Top Channel, Top Radio të shfaqesh dhe të njohin shqiptarët Aleksandrën që ti dëshiron të njohin, dhe kjo sot që bëjmë është një bisedë shumë mirë. Sa të ka marrë malli për fëmijët? Sa ditë ke që nuk ishe? Që me datën 2 janar. Që në 2 janar, të më thënë data është 27 mbi 20 ditë. Po thuaj se një muaj. Po thuaj se një muaj. Kur do t'ikësh ti përqafosh? Sa më shpejt e mundur. Sa më shpejt. Besoj se mund të shkoj nga java tjetër. Bukur, mirë. Aleksandra, të uroj shumë suksese me dëshirën tënde për të sjellë punën dhe për të zhvendosur në Shqipëri. Edhe ndonjë gjë tjetër që Lampa e thon dhe ti dëshiron ta cekës? Jo, thjesht shumë faleminderit për ftesën, ishte një kënaqësi shumë e madhe për mua. Jam këtu në Top Albania Radio. Kënaqësia ishte e gjitha imja, edhe patjetër sa herë të duash këtu në Live from Tirana mund të flasim për shumë gjëra interesante. Biku vazhdon, edhe unë të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Edhe të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana. Paç një jetë sa më të bukur me familjen tënde. Shumë faleminderit. Okej, ne shkojmë në pak muzikë të mirë. Ju që humbët intervistën mund ta rigjeni pas pak çastësh në kanalin tonë zyrtar në YouTube.